Alludër e vogël të Zubin Potokut kanë filluar gërmimet në një lokacion ku dyshohet për ekzistimin e një varreze masive nga lufta e fundit në Kosovë. Prokuroria Speciale ka konfirmuar nisjen e gërmimeve. Me urdhër të gjykatës themelore në Prishtinë, institucionet relevante janë duke zbatuar urdhrin për zhvarrosje, autopsi dhe identifikim të mbetjeve mortore në një lokacion në komunën e Zubin Potokut, ka bërë të ditur zëdhënësia e Prokurorisë Speciale të Kosovës, Arbnora Luta. Në terren janë angazhuar ekipet e policisë së Kosovës dhe të Institutit të Mjekësisë Ligjore, ndërkohë që në operacion po marrin pjesë edhe zyrtarët policorë të EULEX-it, të cilët janë duke ofruar mbështetje të sigurisë gjatë zhvillimit të ekzaminimeve. Në masa të rrepta sigurie, ekipi i antropologëve ka hyrë në lokacionin ku po kryen gërmimet dhe ekzaminimet forenzike. Raportohet se në vendin e dyshuar janë gjetur mbetje mortore dhe veshmbathje. Dyshimet e para janë se këto mbetje mortore mund t'i përkasin pjesëtarëve të intelektualëve të Mitrovicës, të zhdukur më 19 prill të vitit 1999. Ndërkohë policia mbrëm ka arrestuar 2 persona të dyshuar në lidhje me këtë rast. Të dyshuarit janë arrestuar në Zubin Potok dhe janë ndaluar për 48 orë. Të njëjtë dyshohet se kanë kryer krime ndaj popullsisë civile në rajonin e Mitrovicës, ku janë vrarë 23 civil shqiptar, bëhet e ditur në njoftimin e policisë.